Dhe ashtu siç e paralajmërova që nga nisja e këtij emisioni, do të flasim edhe më gjerësisht për çështjen e sigurisë, një temë e breshtë, sidomos jo vetëm për veriun, por edhe zhvillimet pastaj që vijnë dhe na kanë ardhur pas diskutimeve që janë bërë për atë pjesë që jo rallëherë mungojnë kur vije fjala për siguri, deklarata të fuqishme, të cilat edhe shpesh na bëjnë të pak më të shqetësuar ashtu për zhvillimet që po ka atje dhe çfarë do ndodh, por kush më mirë se një ekspert i sigurisë dhe mund t'i jap përgjigje shumë pikpyetjeve dhe shqetësimeve që kemi. Do të flasim sot konkretisht për çështjen e urdhër arrestit që ka lëshuar Kosova ndaj Milan Radojčićit dhe 19 serbëve të tjerë për një dyshim që thuhet që kanë pasur të bëjnë me qindra civil që kanë masakruar dhe kanë vrarë në Gjakov. Por do të flasim edhe më gjerësisht me Nuredin Ibishin, i cili tash është me ne. Mirëmëngjes zotri Ibishi, faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zotri Ibishi, po nisim pra fillimisht me këtë urdhër arrestin që ka lëshuar Kosova ndaj Milan Radojčićit dhe 19 serbëve të tjerë. Si e sheti këtë? Po çka sa themelore në Prishtinë ka lëshuar flet arrestin për ndaj 19 serbëve, të cilët ka marrë pjesë në masakrat gjatë luftës në Kosovë në 1998, pra më një më specifike në maj të vitit 1999, kur ka vrarë dikon 106 pra civil shqiptar, thonë në Gjakov të ura e Taliqit, edhe kjo bënd që ne me kohë i kem neglizhuar këto pra krimin e prokurisë për krime lufte, që kemi mujtë ta bëjmë vitin 2018, kur EULEX ka dorëzuar lëndë të autoritetet lokale, gjithsesi të autoritetet e qeverisë Kosovë, gjithsesi të gjykatave dhe prokurorive, edhe me këtë është bën një lëshim i madh që autoritetet atëhershme nuk kanë ndërmarrë masa me njëhershme që të krijojnë prokurin, por me vonesë tani vim deri kur janë zbe faktet, janë zbe edhe dëshmit, por edhe mungesa edhe ndoshta edhe kryerësve, dëshmitarëve të mundshëm që këto raste të zbardhen. Po kjo zotri Ibishi vjen ky urdhër arrest vjen vetë pas disa akuzave që janë bërë vazhdimisht ndaj Milan Radojčićit. Po dihet, Radojčići përkes listës srpska, me të cilën jo vetëm lista srpska, po pas që kjo është një kreaturë më vonshme autoriteteve serbe, pra në vendi fëmijë dhe Vučićit, pra për të instaluar në Serbi regjimin e tij, por kjo është qysh më herët, pra edhe gjithë këta ekstremistët që kanë vepruar në veri janë pjesë edhe të luftrave, pra gjithsesi krimeve të luftës në ekstremistët, po e specifikoj, në Kosovë, edhe më zgjerë, pra dhe një Jugoslavi. Mendoj që pse nuk ju zbulu deri tash është se pak edhe neglizhenca edhe prokurive gjykata Turmikut nga çtrimi i Kosovës vitin 99, EULEX-it, por edhe ma vonë autoritetet tona që s'kan ndërmarrë masat për krimin e një prokurie speciale për krime lufte, sikur thash në Kosovë, sidomos nga viti, pra mund të them edhe 2008, po marrëm 2018 kur ndërzua vetëm lëndë EULEX-it e pra prokuria vendore. A beson pra zotri Ibishi se duhet të krijohet ndoshta një prokuri, një gjykatë speciale që është krijuar ndoshta edhe për krerët e UÇK-s lidhur me këto krimet e luftës që ka pasur në Kosovë? Po tashmë në fund është krijuar një trup i tillë, janë 5 prokurorë që po ndjekin raste të tilla. Unë prapë po them, kjo është me një vonesë shumë të madhe, më shumë ka bërë një fondi për drejtë humanitare, Natasha Kandić, që autoritetet vendore kanë bërë në zbardhjen. Unë e di edhe gjatë luftës na kemi tentuar në zonën e operative të Llapëzës në rajonin e Prishtinës të mbledhim fakte që gjatë luftës ofrojmë autoriteteve atëhershme, pra sigurisht OSB-ja, Kejdomi, edhe ma vonë këto, edhe pse ka pasur shumë iniciativa u hershën fatkeqësisht, sidomos me krijuar institucioneve të pavarura, për cilën mendoj që barti një përgjegjësi të madhe, pse nuk i ka nisë me kohë, edhe mandej kanë me të çështjet pa trajtuara, që tash po dalin mas sa viteve të pas luftës, mas 26 viteve pas luftës, tash flasim për çështje të cilat realisht është vështirë edhe ti provojmë qësisht të kemë prova edhe argumente gjithsesi për të zbardhur rrjedhën e asaj, nga se dihet që këta persona tani që veç janë zbuluar gjithsesi
janë nga 5 vorrezat masive në Beograd, rasti pa precedens dikur në botë, kur pra kufomat zvorrosën apo bartën për t'i fshehur dëshmitë në një vend, dhe kjo heshtër ka kaluar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, në kuptim të asaj që nuk është dhënë një tretman i veçantë. Zotëri Bishi, nëse flasim kështu konkretisht, të përmenda pra edhe fare në fillim, e dim që shpesh është diskutuar kjo çështja e veriut dhe konsiderohet si temë e breshtë realisht. Si e shet ti si një ekspert i sigurisë situatën atje, ndonse janë hapur institucione të ndryshme dhe po konsiderohet një sovranitet në pjesën veriore, si e shet ti situatën aktualisht atje? Po mendoj situata është dukshëm e mirë në aspektin e sigurisë, në qetje stabile, me incidente sporadike. Ato, mendoj që kjo është dashur më herët ndërmirët. Nuk e kemi situatën tërësisht them ashtu, me sovranitet të shtrirë në kuptimin e asaj që siguria nuk është gjithë përfshirëse, do të sovranitetin kupton edhe çështje tjera, domthonë të integrimit qytetarëve, të gjësit bashkësive, pra që jetojnë atje, mendoj që në atë drejtim duhet bëhet më shumë. Mirë po, mendoj që kohës fundit janë bë lëvizje të dukshme në kuptim të shtrirjes të rendit dhe ligjit në pjesën e veriut, edhe së mos në kur ka të bëj me pjesën e mbylljes gjithsesi kontrollës kufirit, mbikëqyrjes vizë kufitare, kalimeve kufitare, edhe normal pengimit edhe të kalimeve ilegale në kuptim të infiltrimit të mëshme si grupeve terroriste, sigurisht ishte Radojqiqit, por edhe të kontrabandimeve, gjithsesi trafikimeve të ndryshme, që dukshëm ka zvogluar rrjedhën edhe të njerëzve që të kalimeve ilegale, edhe të mallrave, por edhe të vurjes kontrollin kuptim të shtrirjes sovranitetin në aspektin e sigurisë, por jo në çështje tjera që mendoj që duhet bëhet shumë më shumë. Ku mendon që mund bëhet? Është bërë asnjëherë sikur tani. Mendoj që tani duhet të nismi në fusha tjera, në fusha e integrimit të veriut në pjesën them qendrore, në kupton me punësim, me zhvillim e bashkëpunimit gjithsesi në nivel shoqërisë civile, edhe të kulturës, sportit, edhe marrëdhënieve tjera që në formë qytetarët apo bashkësitë që jetojnë në pjesën veriore të ndihen ashtu të lirë, sikur që janë tash edhe lëvizjen lirshëm, nga se përpara ka qenë mjafton që kanë pas tabelat ilegale, që ata kanë qenë pasigurt lëvizjen në pjesë tjera. Vetë një mënyrë regjimi i Serbisë duke u diktuar atyre të mbajnë tabelat ilegale, kanë kufizuar lëvizje të lirë. Tani s'kan më atë problem. Njëna për aspekte, mos flas edhe çështje tjera që ka të bëjë. A beson që ndoshta këto zotëri Bishi edhe kanë lehtësuar ndoshta edhe sigurin, po mendoj edhe atë perceptimin që kanë pasur edhe serbët lokal që kanë jetuar në atë pjesë. Po sigurisht ata kanë qenë në presion të vazhdueshëm për ekstremistëve vetë. Ata domosdoshmërisht është dashti në shtronën asaj them diktatura apo atij sistemi çfarë ata kanë diktuar. Ilegalisht kanë qenë në aspektin e krimit të organizuar për Radojqiqave, Selinovićave, mandej në çështje të lëvizjes, ata shpesh ankohen për shembull për lëvizjen të lirë të gjinisë femnore në veri, derisa policia e Kosovës ka krijuar kushte që më për shkak të këtyre ekstremistëve. Çështja tjetër janë edhe aspektet e sikur që thash një formë edhe të punësimit, edhe të krimeve vazhdimësi struktura ilegale që sot po shumë. Tash ndoshta unë kam një kritikë ndaj qeverisë pse s'ka krijuar kushtet më hershme me qëllim që këto struktura ilegale ti zëvendësoj më herët me struktura legale të Kosovës. Jo, njëherë ti shuj, ato po krijon për te kufirit, në pjesën e Serbisë, me kontenjere, ku ta dione me një vazhdimësi të si këti sistemi ilegal apo paralel, por është dashur më herë këto të instalohen në pjesën veriore, e mandej të shuhen në mënyrë pra sistematike. Mendoj kjo është një çim i vogël, por realiteti është që po funksionon. Ne pam edhe dje që filloi edhe funksimi i postës së parë, pra postës Kosovës
Leposaviç apo Albanik, edhe atje vazhdon pa problem. Mendoj janë edhe çështje tjera, ndoshta për ditëshmërisë qytetarëve atje që po zhvillohen në mënyrë. Hapur edhe bizneset ndryshme. Edhe hapja bizneseve, edhe çështja e furnizimit apo pajisjes me dokumenta civile, edhe çështja e pronave. Mendoj që një formë është dukshëm situata në veri. Tash unë nganjëherë kam polemika për asaj se jo, nuk është, kjo është një formë dhunshme e imponume, po normal, për të vurë rendi, duhet nga njëherë pak edhe një sistem pak ma i administrum. Mirë po ma vona jo relaksohet nga se qytetarët, jo vetëm të komunitetit sërë, po edhe të tjerë, ndjen shumë ma lirshëm, edhe në lëvizje të lirë, edhe në qasje gjithandej, por edhe në lëvizjen pjesën qendrore të Kosovës. Me këto raportimet që kemi parë, zotëri Bishi, kohëve të fundit, kemi parë edhe ndoshta edhe intervistat që kemi pasur edhe me Veton Elshanin, cili është drejtori policisë për rajonin e Mitrovicës të Veriut, si mund të shihet ndoshta edhe ky raportimi, apo kemi atje realisht një siguri më të madhe në institucionet e drejtësisë? Tash kemi një problem bojkotimi që është urdhri i presidentit, pra despoti pra që strukturat pra komuniteti gjithësisht pjesëtarët e komunitetit serb të lëshojnë, ka qenë urdhër i prerë i Vučićit, edhe prokurorët, edhe gjykatësit, edhe kryetarët e 4 komuna, por njëkohësisht edhe zyrtarët policorë. Mendoj që kjo pak do të shkakton do të merr kohë në rikthimin e tyre. Tash po flas për zyrtarët policorë, kanë filluar gradualisht të kthehen sipas gjeneratave dhe është dukshëm situata më mirë. Madje kemi edhe te prokurorët e gjykatës, mendoj që duhet bëhet edhe ajo një tendencë. Edhe te kryetarët e komunash, ne kemi legalitetin, që si të thënë kryetar legal, po ndoshta se kanë legitimitetin nga se nuk kanë përfaqësimin nga aspekti i komunitetit që është shumicë në këto 4 komuna, po që e do të bëhet. Ai ka qenë bojkot i urdhëruar nga kryetari i vendit fshinj, pra në mes listës sërbs ka këto. Megjithëse kjo unë mendoj që do të kaluat me kohë dhe gjithsesi edhe kjo çështje për cilën ndoshta janë marrë kritika, po pa vend, nga se është ofruar mundësia pse dikush tjetër urdhëron apo ndërhyn në çështje të brendshme të shtetit tonë, atëherë automatikisht do të ndërmarrë masa që ky refuzim, gjithsesi ky bojkot apo kjo dorëheqje çfarë ka ndodhur të kompenzohet në fazën e mëvonshme që ne po ja dalim në kohën e fundit duke rikuperuar. Pra, edhe zyrtarët policorë, edhe doganierët, edhe shërbimin fitosanitare, sidomos në pjesën e kufinit, por edhe shpresoj shpejt edhe prokurorët edhe gjykatësit në veri. Po, zotëri Bishi, ju keni e përmendët pak më parë që ndoshta dhe mund të bëhet diçka më shumë. Kanë filluar të rregullohet, po çka shihni ju që mund të bëhet ende më shumë në një aspekt në pjesën veriore? Po mendoj çka mund të bëhet? Mund të bëhet më shumë në aspektin e punësimit, në administratën publike. Mendoj që aty duhet më shumë të ofrohet mundësi komunitetit të krijojnë institucionet pra e qëndrueshme, që në formë pak ka pas hezitim, ndoshta edhe trusni. Tash problemi është e policisë sërbske që ajo do të jetë vazhdimsi në ndikimin e presidentit i vendit fshinj Serbisë, pra Vučićit. Edhe mendoj se këto duhet të shkputet ajo lidhje. Tash në legjislaturën e re, edhe kjo s'po na shkon diçka smarrje me gjithë këto çfarë ka është për çdo kritikë edhe për partitë politike, koalicionet, edhe ato sidomos për shtet, por edhe deputetët që s'po funksionon krimi gati tentative 8-9 po me radhë. Edhe kjo si bën derë vendit në kuptim në një situatë çfarë jemi, edhe të aspekti e sigurisë globale, rajonale, po sidomos të Kosovës që është duhet kuptuar që nuk është e mirë. Mendoj që në këtë drejtim duhet shumë më shumë të bëhet për veriun e Kosovës kuptimin. Edhe mendoj që tash e kemi një reflektim pak më ndryshe në aspektin e përfaqësimit të komunitetit sërb, nga se nuk e kemi listën e sërbska me 10, po e kemi me 9, edhe kemi partinë e Rashidit që në formë reflekton direkt me interesin apo e qytetarëve të komunitetit sërb që mendojnë të edhe jetojnë në Kosovë.
Po, e përmendet sërivisht se mi paraprit kështu të pyetjes në këtë çështje, këto zhvillimet e fundit vetë sa mund të ndikojnë ndoshta edhe në perceptimin e Kosovës pastaj apo çështjes së sigurisë, kjo po themi kjo çështja e ngjitjes kështu gërçit politik që po ndodh deri tash. Kjo reflekton shumë negativisht, po e shihni edhe autoritetet e Bashkimit Evropian, edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, partnerët tonë strategjik, që mesazhet të shumëta që do sa më shpejt të krijojnë institucionet, edhe krijojnë institucionet e qëndrueshme, jo sa për sy faqen me një minimum votash, sa për të kaluar në një periudhë caktuar, ndoshta kur do domosdoshmërisht të jetë 2/3 prezent apo në kvorumi për të kaluar gjendja sikur që është zgjedhja e presidentes apo presidentit tashëm, në vendet që është për disa muaj. Mendoj se kjo mënyrë, kjo neglizhencë, kjo sjellje inaxhike e disa autoritete apo koalicion, kjo është definitivisht një papikuri totale, edhe kjo është për çdo kritik. Mendoj që edhe këta lider nuk ja vlen, sinqerisht po them, me këtë sjellje, me këtë kryenësi se po ja bojnë shtetit. Ata po luftojnë për pushtet, e jo për shtetin e Kosovës, me qëllim që ai të funksionalizohet, nga se po him një situatë jashtëzakonisht të brisht. Tash mos flas edhe për dëmet ekonomike, gati 800 e diçka milion janë çështje që duhet që ndoshta mund të, s'po them që i humbim automatikisht, po janë në prag të humbjes. Më them edhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare që kanë impakte financiare. Po. Edhe çështje të tjera, krijimit a funksionalizimit të sistemit, ka se kjo qeveri është ndërheqje, nuk e ka autoritetet e plota. A na jemi në situatë brisht, tash po flas nga aspekti s'ka unë një sigurisë. Nuk e kem tonë një formë atë komoditet që na bëjmë teke dhe inate të ndërsjella ndër vete, se mendoj që kjo është përgjegjësia e korpusit politik shqiptar, qoftë si parti politike apo si koalicion. Mendoj që janë për kritik të gjithë bashkëme. Edhe në çdo formë, zgjedhjet e ardhshme kanë reflektuar që qytetarët janë të dekurajuar nga një sjellje e tillë, s'ka më dalë zgjedhje. Do të jetë një minimum shumë i vogël, nga se është kontaktet vazhdueshme, por edhe opinionet i keni mediat, sa janë ata të dëshpëruar nga gjithë kjo, se meritojnë votën. Po, Zotri Bishi, e përmendë pra ti këtë çështjen e ndërkombëtarëve dhe se si po shihet një situatë e tillë, po shpesh e dim që kur bëhet fjalë për sigurinë, realisht ndërkombëtarët janë ata që janë ata të parët të cilët reagojnë për zhvillimet që kemi këto dhe si e sheh deri tash, si kanë qenë marrëdhëniet e Kosovës në aspektin e sigurisë kur flasim me ndërkombëtarët? Po na s'kem pas shumë sens politik me zgjedhje, nuk dim, leadershipi jonë është i ri, Arxhamin në sjellje me këta, nuk kemi një politikë të jashtme të qëndrueshme, edhe kjo na ka kushtuar. Jemi në sankcionet pa merituara, për shkak të një kryenesie, dinatër për një mas caktuar në veri, morëm sankcione. Po. Ato shumë politikisht ta zgjedhëm shumë lehtë pak me një mençurie, jo me kryenesi. Mendoj që në këtë formë po i bëjmë dëm veti. Në vend që në Serbia të merr sanksione për shkak të një agresioni që bëri me grupin e Radojqicit me 24 shtator të vitit 2023, tash edhe masi është ngrita këtë akuzë ndaj Radojqicit e grupit të tij, akoma janë në sanksione. Kjo tregon një dështim të sistemit. Pra, ne nuk i respektojmë as partnerët tonë strategjik. Le që s'dim me bo politik, po ne me këtë kryenësi tonë mendojmë që jemi dikush. Ne jemi shumë të vogël. E vogël është e Serbia, këto shtetet Ballkanit janë tema ashtu sikur, po mirë po jemi një fuqi e keqe që mund të gjeneroj një probleme gati të pariparueshme. Për këtë arsye do të jemi shumë kujdesshëm kuptim partneritetit apo në bashkëpunimit ndërkombëtar, po jo dëgjueshmëri skajshme. Ne do të kryejmë detyrat e shtëpisë. E në ato s'kem lidhje deri tash. Atë tash do të pak të atribuoj edhe këtyre xhamive. Allon, nga se duhet nga një herë se ndërkombëtarët thonë, jo, rrini o qetë, mos bëni kur gjasë në veri, as diçka, përmbyllë si to struktura paralele, bëhet kiameti këto, ngritën. Si me menaxhu situatën pa i shumë strukturat paralele. Mendoj që një formë
po të bëjmë veprimet, po ato veprimet i bëjmë zonë edhe në koherencë edhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët. Valla na do të me kry detyrat tona. Na s'mujmë prit në pafundësi ekstremistët llojin e Radojčićat, e Veselinovićat të na bë atje vonë sistemin e krimit të organizuar, ekstremitete, por ne do të veprojmë lehtëshëm ashtu çfarë na ka jep, mirë po kur ka të bëjë me sigurinë do të jem shumë të ndjeshëm kuptim të bashkëpunimit prezencën ndërkombëtare së mos me KFOR-in, me ULEX-in, por edhe me vendet pra me të cilat kemi një partneritet strategjik që na kanë përkrahur në çlimin e Kosovës. Këtë drejtim nuk kemi pas sens politik, edhe ka dështuar sistemi i bashkëpunimit pra ndërkombëtar në kuptim që pse na të bëjmë sanksione ku do të Serbia të ketë, edhe pa shpallje saktë akuzës. Akoma ne flajmë, mirë me çartje të brendshme këto, ndërsa Serbia ka atë komoditet, bën pra sistemin destruktiv mes Dodikut, që ka qenë edhe vazhdon të jetë shumë citata akoma e rrezikshme atje, që mund të gjenerojë një sistem domino mandej edhe të ketë efekte edhe në Kosovë, por edhe në Maltëzi, edhe akoma ne një formë vazhdojmë të përplasim me zvete, apo krijojmë institucione gjësir parlamentin, apo krijojmë një minimum sa për të mbjetuar deri një situatë tjetër, me dhe që kjo si bander spari leadershipit të partije politike, por edhe pozitës këtë rast. Po, zotëri Bishi, edhe fare në fund, dua të pyes për rrugtimin e Kosovës drejt disa organizatave euroatlantike, si që është NATO, për shembull, është diskutuar shpesh antarësimi i saj në NATO. Nëse duhet t'ju pyes lidhur me atë se si është sheh realisht dhe çfarë duhet bëhet, sepse është goxha e rëndësishme për Kosovën të antarësohet në organizata të tilla. Si është deri tash punën e Kosovës dhe çfarë duhet bëhet? Aspekti funksional apo strukturor i sektorit sigurisë po shkon shkëlqyer shumë. Kjo tregoj edhe me zhvillim e kapacitete, edhim që FSK-ja është fazën e tranzicionit në vitin 2018, pra në fazën e 3 tranzicionit, pjesën më të ndjeshme, mi po ajo është një sankcione për shkak të edhinin Defender of Europe, kur atëherë me sankcione ndërprer, tash mundësia rikuperimit me disa vende fësinje po vazhdon, por problemi është ajo, nëse aspekti ne i kemi plotësuar, kemi ngrit kapacitetet profesionale të FSK-s, edhe normal presëm që të kalim të fazën e tranzicionit, partneriteti përpoq para antarësimit. Kem me bashkëpunim shkëlqyeshëm me kartën e Adriatikut, jem si antar i ASACUM, por ma tepër i bën dëm politika në aspektit të integrimit, sigurisht që është në organizatat e NATO-s, edhe që domosdoshmërisht shumë kishte me qenë më i përshpejtuar për shkak situatës globale, po dhe renale të sigurisë, që ne të kalojmë këtë fazë të antarësimit në NATO në një them kohë më të përshpejtuar. Kjo ka ndodhur me shumë vende të rajonit, me Maqedoninë, Malin e Zi, Shqipërinë, në kase vetë nga një situatë e sigurisë dikton, por jo me tekanak ton politik, nga sa ata po i bojnë dëm edhe çartjes të antarësimit. Mendoj që do të kjo nuk shkon ashtu shumë shpejt, por pas përfundimit të fazës të tranzicionit në vitin 2018, hymë në fazën e partneritetit për paqë, edhe mendoj që me kohë ne do të bëjmë antar të NATO-s. Kjo vlen edhe për policinë e Kosovës, që disa tentativa për të antarësuar në Interpol kanë dështuar mu për çështje politike, për shkak të ignorancës, ndoj me partnerët tonë strategjik. Shkojmë na, harxojmë miliona duke vrapuar për vendet afrikane që s'din ku është Kosova. A vëdon duke mundu me lobue, a nuk e shfrytëzojmë partnerët tonë mes diplomacisë tyre që ata të bëjnë lobim në vendet caktuara nga si që të na votojnë të tejkalojmë apo të antarësohemi në organizata ndërkombëtare, tashmë po pa përjashtue edhe kundërshtimin e Serbisë, nga se ata kemi çdo herë përkundër asaj që ka pas edhe marrëveshje, si mos e Ohrit, që në një formë ajo përcakton që mos pengimin e Kosovës në antarësim, por ajo Serbia vazhdon të lobojë edhe në rast të fundit çfarë reagimi pati pra në 2 njohjet kur dule publikisht me deklarata ekstreme ndaj
ndaj njohjes Kosovës. Mendoj që në këtë drejtim nuk do ta shohim Serbinë si problem, do ta shohim vetveten edhe shfrytëzimi i partnerëve tonë strategjik. Na jemi shumë të vogël me lobue. Na lobojnë nëpërmes miqve tonë. Nëse mendojmë se na jemi dikusha, na do të kuptojë se jemi një vend shumë i vogël, me pak fuqi, a dim kanë herë me harxhu tolla pa lidhje, me vrapone për Afrikë, Azi, edhe kthehemi dalim aty çesharak kur votohet në asamblejën e parlamentare të Interpolit. Mendoj se kjo do të marrë mësim për kur s'zi marrë mësim apo praktika për i tjerëve, le të marrëm për vetvetes për një dështim. Mirë po na heshtur Azi, kalojmë pe gabimin gabim. Edhe apo pe një qeverisje që ka dështuar, qeverisjen tjetër gjithashtu dështake. Ribishën të falenderoj shumë se kaq kishim edhe mirë të vazhdojmë edhe pse me qefi kishim vazhduar ende këtë intervistë. Falenderoj shumë. Respekt. Ndëruar shikues, me kaq që po e përmbyllim edhe pjesën e parë të emisionit Dita e Re, ku diskutuam gjëra gjatë për çështjen e sigurisë dhe rrugën e Kosovës drejt integrimit në organizatat euroatlantike, goxha të rëndësishme për procesin